Mirëmbrëma, mirë se erdhën në kanalin tim, jam Igena Neli për ju që jeni për herë të parë këtu. Sot do flasim pikërisht për dy mënyra të thjeshta se si ne mund të rregullojmë jetën tonë dhe unë do t'i pa humbur asnjë moment do t'i kthehemi. Pikërisht dy të parat i kemi thënë para disa ditësh, nuk e mbaj mend se kur eksaktësisht, por jemi tek pika e tretë, tek një rresht i shkruar me dorë. Shkruajni me dorë sepse janë këto lloj sjelljesh që ndoshta mund të duken të çuditshme për momentin, por në të vërtetë kanë aftësinë të rikrijojnë në trurin tënd një rrugë të re që të bën ty të besosh edhe gjërat më të pabesueshme. Edhe më të pabesueshme ato që ti mund të mos e mendosh kurrë, fjala vjen të kesh ti $1 miliard në llogarinë tënde bankare. Ti mund të mos e imagjinosh dot kurrë në realitetin tënd. Por në momentin që ti fillon krijon këtë rrugë të re neurologjike përmes kësaj sjellje, pikërisht që ti ulesh edhe shkruan 5 herë, 10 herë, 70 herë, 700.000 herë të njëjtën fjali, unë jam thellësisht mirënjohës që jam miliarder dhe unë mundem të bekoj përmes xhepit tim, përmes kësaj llogarie bankare që unë kam, edhe kuletat e sa familjeve të tjera. Imagjinojeni, nëse e çoni pra këtë lloj fjalie, e bëni një histori të vërtetë, universi e ka shumë herë më të thjeshtë për ta manifestuar atë për ju. Edhe kjo është mënyra e duhur për ta bërë këtë gjë, për ta pasur sa më shpejt, sa më lehtë pjesë të prekshme të realitetit tuaj, pikërisht duke krijuar këtë rrugë të re neurologjike. Në momentin që ti krijon një rrugë të re neurologjike, truri yt nuk ka asnjë lloj shansi tjetër për të funksionuar, për të vepruar, nëse thjesht nuk do ta shfaq atë. Do ta shfaq atë për ju në një mënyrë ose në një tjetër. Do t'ju vi një ide $1 miliard, do t'ju vi një mundësi pune $1 miliard. Mund tani me këto kushte ku je, me këto rrugë neurologjike që ti thjesht sheh një rrugë përpara dhe thua, vetëm këtu ka, vetëm këtu unë mund të punoj, të shkoj edhe të punoj gazetare. Dhe nuk ka asnjë mundësi tjetër, sepse rruga ime neurologjike është krijuar vetëm drejt, pra unë punoj vetëm gazetare. Por në të vërtetë jo, në momentin që ti lutesh dhe ti thua, unë dua të krijoj këtë rrugë të re neurologjike, unë dua të krijoj vetes time mundësi, dhe përveç kësaj rruge që unë kam drejt të ketë një rrugë këtu, një rrugë këtu, një rrugë këtu, dhe unë të kem mundësi për t'i dhënë vetes ato $1 miliard sa më shpejt jetë mundur. Edhe nuk e keni idenë se sa shumë rrugë ose mundësi do të shihni që në momentin e parë që thjesht do filloni t'ja mbushni mendjen vetes që ekzistojnë këto rrugë, thjesht akoma nuk i shihni. Duhet ndoshta thjesht të bëni edhe atë kthesën e fundit. Mund të jeni në pikën ku thjesht do bëni kthesën e fundit për të arritur pikërisht tek momenti kur ti kthehesh dhe shikon që ke 1 miliard rrugë të tjera të hapura, mundësi që ju presin ju gati për t'ju dhënë secili atë mundësinë për të qenë ideja juaj $1 miliard. Dhe në këtë mënyrë si të ndihmon pikërisht kjo e të shkruarit. Të shkruarit është angazhim i trurit dhe i pamjes vizuale. Pra, truri yt sheh përmes mënyrës se si ti e ke shkruar, ti e shkruan me shkrimin tënd, edhe e beson më shumë kur ti e shkruan me dorën tënde dhe thua, hey, po unë e kam shkruar, unë e di që kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë sepse unë e kam shkruar që unë kam ide $1 miliard, që unë jam e shëndetshme, që unë jam në punën time ku marr suksesin më të lartë, që unë jam e martuar, që unë kam familjen time, që unë kam këtë, që unë kam atë. Ti e shkruan atë me dorën tënde dhe i jep mundësi vetes që të mundesh ta shohësh edhe ta besosh, sepse kjo është mënyra se si
se si ti mundesh vërtet të bësh atë ndryshimin e jashtëzakonshëm, atë ndryshimin që ti e di shumë mirë se e meriton. Një mënyrë tjetër është the door reset, mënyra se si ti e rivendos gjendjen tënde. Mund të jesh duke nxituar, duke vrapuar, mund të jesh duke bërë 5 gjëra njëkohësisht, edhe kur del nga dera, thjesht nuk e ke mendjen. Por në momentin që del nga dera, nëse ti do të ndalosh vetëm 5 minuta për ti kushtuar pak vëmendje të gjithë asaj gjës që ti po bëje, edhe ti thjesht thua, ok, unë dola nga dera, më lër të marr frymë, ti marr frymë, edhe thjesht thua një fjalë të cilën ti do ta ndjesh në këtë moment. E organizuar. Unë jam e organizuar. Domethënë deri tani ti mund të ishe duke nxituar, duke e di shumë mirë që mund të kesh dalë nga shtëpia dhe të kesh harruar 3 gjëra në shtëpi, por kjo nuk ka rëndësi. Sepse që nga ai moment ti thjesht thua unë jam e organizuar. Dhe në momentin që ti thua pikërisht këtë fjalë, çdo gjë tjetër, që nga momenti kur ti ke dalë nga dera e shtëpisë, po marr parasysh veten time kur jam duke dalë me nxitim për në punë. Je duke dalë nga dera e shtëpisë, ti thua jam e organizuar. Në momentin që del, edhe fillon shkon, merr makinën, trafiku është i lirë, mbërrinte puna në kohë, fillon puna dhe ti për çdo gjë je shumë e saktë, shumë korrekte, dhe ti thua jam e organizuar. Jam e organizuar. Mund t'ua them këtë me një shembull konkret, edhe me një shembull që më ka ndodhur personalisht. Në një periudhë të caktuar të jetës time, unë nuk kisha filluar të mësoja për manifestimet, por nuk ndihesha e sigurt. Më kishin ndodhur disa gjëra dhe nuk ndihesha e sigurt. Në rrugë. Ecja rrugës, e thoja vetes time, unë jam e sigurt, unë jam e qetë, unë jam e mbrojtur. Dilja nga dera e shtëpisë, dhe thoja unë jam e sigurt, unë jam e qetë, unë jam e mbrojtur. Kthehesha, dilja nga dera e punës dhe kthehesha për në shtëpi. Gjatë gjithë rrugës thoja atë njëjtën gjë. Unë jam e qetë, unë jam e sigurt, unë jam e mbrojtur. Unë jam e qetë, unë jam e sigurt, unë jam e mbrojtur. E mund ta them me bindjen më të jashtëzakonshme që kjo gjë funksionon. Ti je ajo çfarë i thua mendjes tënde se je. Dhe unë në ditët e mia ku kisha më shumë frikë, ku kishte momente kur thjesht as nuk doja të dilja nga dera e shtëpisë, kam daluar dhe i kam thënë vetes, unë jam e qetë, unë jam e sigurt, unë jam e mbrojtur. Edhe pse mund të ishte duke më dridhur zemra. I kam thënë vetes pikërisht të fjalë. Dhe ka funksionuar në mënyrë më të mrekullueshme të mundshme. Periudha kur disa gjëra nuk po shkonin mirë mbaroi. Dhe unë jam e qetë, unë jam e sigurt, unë jam e mbrojtur. Sot, kur dal nga shtëpia, i them vetes, unë jam e martuar. Unë jam e martuar, jam duke dal nga shtëpia me partnerin tim dhe ndihem shumë e lumtur. Të gjitha janë këto fjalë që i them. Dhe jam e sigurt që edhe kjo do të manifestohet në mënyrë më të mrekullueshme të mundshme. Truri juaj ishe dyer si një lloj kufiri. Pra, brenda derës shtëpisë, jashtë derës shtëpisë. Është automatikisht një kufi. Në momentin që ti i përcakton vetes këtë lloj kufiri, ti mund ta përdorësh këtë kufi. Ta përdorësh për të mirën tënde dhe thuash brenda këtij kufiri dhe jashtë këtij kufiri. Por çfarë ndodh? Ti vendos pikërisht këtë lloj ndjesie, pra që ti
që nga ky moment mundesh edhe të në një farë mënyrë të ndryshon edhe personalitet. Unë personalisht nuk mendoj se mund të jem, madje asnjë nuk mendoj se është njësoj siç është në brenda në shtëpi, siç është te oboris apo del nga lagja dhe siç është po diun në punë, brenda një kufiri tjetër, kur e ka kaluar një derë tjetër. Nuk jemi njësoj. Për shumë gjëra në punë ti mund të jesh më e rezervuar, që ndoshta në jetën tënde të përditshme nuk do ishe fare rezervuar, do bëj një koment, do bëj një gjë, por je në punë, as nuk e bën komentin, as nuk thua asgjë, edhe thjesht dita kalon. Je në punë. Edhe ndërsa në shtëpinë tënde, nëse do të tregosh shumë e ligë, fjala vjen siç mund të tregosh me një dy kolega tjetër puna. Në shtëpinë tënde nuk do tregosh e tillë, sepse je në shtëpinë tënde. Edhe po të bezdisi, ku di unë, motra, vllai, nëna, gjyshi, djali, nuk e di. E toleron, sepse do shumë, është familja jote. E kuptuat? Kufirin e derës, se sa i mrekullueshëm është, se sa gjëra të mrekullueshme mund të manifestoni thjesht duke e përdorur pikërisht këtë kufirin e derës për të manifestuar. Le të shkojmë në unë faktë teknikën tjetër për të krijuar një rrugë të re nervore, sepse edhe me teknikën e derës duhet ta kuptojmë, është krijimi i një rruge të re krejtësisht një rrugë krejtësisht të re nervore. Pra, domethënë ti deri tani e ke parë derën thjesht si kufi, sepse të është krijuar tashmë, e ke rrugën nervore, truri yt lidhet vetëm me një neuron të caktuar dhe thotë është kufi. Por truri yt mund të krijojë lidhje me këtë neuronin që i tregon se është kufi dhe me këtë neuronin tjetër që i thotë është mundësi manifestimi. Pra ti ke një kufi dhe një mundësi manifestimi dhe direkt sapo shikon derën, ti thua, kufi, po prit, është edhe mundësi manifestimi. Pra ka dy rrugë tani. Imagjinoj pak sa e mrekullueshme është kjo. Dhe në momentin që ti e ke shtruar edhe këtë rrugën e re, të neurologjike, të manifestimit përmes dyerve, ju mund të shtroni edhe rrugën e re të manifestimit përmes voice note, një shënimi zanor. Në fakt ua kam thënë edhe më përpara, nuk e di nëse ju ka qelluar të shihni videot ku unë kam folur për këtë. Unë kam përshtypjen këtë e kam thënë edhe live, por zakonisht në live-et tona ne mbetemi duke bërë më shumë muhabet për faktin që unë jam ende single. Ose për ndonjë temë tjetër që s'ka pikë lidhje. Ndërsa e di nuk flasim shumë shpesh për manifestimet në live-et e mia, do doja që kjo gjë të ndryshoj, por do ta shohim. Në momentin që je duke i dhënë vetes një lloj dëshire ose një lloj mundësie për të krijuar diçka të re, lëri vetes një shënim zanor. Keni mundësi të jashtëzakonshme. Sot edhe në WhatsApp, nëse kërkon numrin e vetes tënde, domethënë numrin tënd, ti mundesh t'i lësh një shënim zanor dhe pikërisht ky shënim zanor mund t'ia çosh vetes tënde dhe ti kthesh her pas here dhe ta dëgjosh. Fakti që ti e dëgjon një dëshirë të shprehur, një lutje, një manifestim, çfarë do qoftë, nga zëri yt, është shumë herë më ndihmues për të manifestuar se sa çdo lloj gjë tjetër. Ti mund ta dëgjosh momentin kur unë manifestoj ose them teknika për të manifestuar ose të them edhe mantras, të them afirmime që ti mund t'i përsërisësh ose mund të thjesht edhe ti dëgjosh nga po e quaj podcast ose ku diun nga shënimet e mia me zë. Ti mund ta dëgjosh. Por nuk do të kesh kaq kollaj për të manifestuar sa kur ti e dëgjon nga zëri yt. Prandaj lëri vetes tënde një shënim, qoftë edhe sikur 20 sekonda. Nëse do të afirmosh diçka, për shembull do thuash ndihem shumë e qetë këtë mëngjes. Ndihem shumë e qetë, ndihem shumë e sigurt, ndihem shumë e mbrojtur,
ndihem shumë e pasur, ndihem shumë e dashuruar, ndihem shumë, nuk e di, ma thoni ju, ose nuk ka nevojë të na e thoni. Mendojeni dhe thuajeni vetes tuaj, pikërisht në këtë shënim zanor. Dhe her pas here kthehuni dhe dëgjojeni. Dhe në momentin që e dëgjon, është e jashtëzakonshme ajo çfarë ju jep. Truri juaj fillon të krijojë një narrativ krejt të re, fillon të krijojë lidhje neurologjike krejt të reja që as nuk i kishin shkuar në përmend deri më tani. Nëse ju futeni dhe i thoni trurit tuaj, veshi, sipas gazetarisë, do t'ju jap një leksion gazetarie të vogël, goja është aparat i ftohtë. Edhe syt janë aparat i ftohtë. Po, kështu na i shpjegonte profesor Fuga, Artan Fuga. Ndërsa veshi, thoshte profesor Fuga, është aparat i nxehtë. Sepse nëse ti dëgjon një fjalë, të kalon shumë më shpejt brenda në tru. E ke shumë herë më të shpejt për të kaluar brenda në tru. Ndërsa syri ka nevojë që ta shohë diçka, edhe pastaj ta analizojë atë, dhe pastaj të krijoj një lloj perceptimi. Ndërsa veshët, që janë aparati nxehtë, ti mundesh thjesht ta dëgjosh diçka dhe të kthesh përgjigjen në sekond. Dhe duke qenë se veshët janë aparati nxehtë, pra ti mundesh që të krijosh rrugë të reja neurologjike duke dëgjuar voice note-in tënd, shënimin tënd zanor. Ti e jep vetes tënde një shënim zanor dhe thua, unë jam e qetë, unë jam e sigurt, unë jam e mbrojtur. Dhe trurit deri tani nëse ka qenë fjala vjen në një situatë ku mos ka qenë shumë e qetë, apo e sigurt, apo e mbrojtur. Edhe thjesht ka thënë, panik. Panik. Truri yt është në panik. Si je duke thyer kokën, duke ecur, duke pasur frikë gjithkohës dhe duke stërmenduar të gjitha gjërat që do shkonin keq, të gjitha gjërat që mund të ishin duke u përmbysur, por në fakt ky shënim zanor do të thotë, jemi të qetë, jemi të sigurt, jemi të mbrojtur. Dhe ti thua, jam e qetë, jam e sigurt, jam e mbrojtur. Dhe truri yt automatikisht krijon një lloj rrjedhe tjetër dhe thot, mjaft panik. Sepse nuk ka vend për ty. Sepse nuk kam kohë të mendoj për ty. Unë po mendoj e qetë, e sigurt, mbrojtur. Hajde të çoj gjithë neuronet e mia në punë për të shtruar këtë rrugën e re, ku unë jam e qetë, e sigurt dhe e mbrojtur. Dhe sa po shtrohet kjo rrugë e re, truri yt, si thash, jep atë perceptimin mbrapsht, duke qenë se syri e ka retinën dhe atë çfarë ne shohim përballë në kokën tonë është mbrapsht, e njëjta gjë ndodh edhe me trurin, diçka që mund të jetë mbrapshtu kthehet përballë dhe një gjë që ne e kemi menduar, e kemi imagjinuar, e kemi ndjer, shfaqet. Dhe prandaj them edhe manifestimet funksionojnë në këtë mënyrë. Ti mundesh ta manifestosh diçka me zero prova. Absolutisht asnjë. Unë mund të manifestoj $1 milion tani me zero prova. A i kam unë $1 milion? Jo, nuk i kam. A i kam unë tani një ide biznesi që mund të më jap mua $1 milion? Akoma jo. Po kjo nuk më pengon. Sepse unë mundem ta manifestoj që tani dhe them, unë kam $1 milion. Dhe trurim thot, Migena ka $1 milion, prandaj ne duhet të shkojmë dhe të gjejmë, këtë iden. Merre këtë iden, edhe kujtoja Migenës, edhe unë them, po si s'më kishte shkuar mendja kurrë më përpara që unë kam këtë ide. Dhe unë mund ta vendos në punë, dhe kjo mund të jetë ideja ime $1 milion. Dhe unë nuk kam nevojë për prova. Unë mjafton t'ja them trurit tim që mua më duhet kjo ideja $1 milion dhe trurim do ta gjej. Trurim do të bëjt pamundurën për të më dhënë prova mua. Kështu funksionon manifestimi. Edhe kështu do ndodh edhe me shënimin tuaj zanor. Në momentin që ju i lini vetes në shënim zanor,
truri juaj do filloj të kërkoj prova për të treguar që po, kjo është e vërtet. Dhe vërtet truri im gjeti prova, sepse çdo ditë u ktheva në shtëpi pa më ndodhur asnjë incident. Çdo ditë u ktheva në shtëpi duke qenë e sigurt. Çdo ditë u ktheva në shtëpi duke qenë e qetë. Çdo ditë u ktheva në shtëpi duke u ndier mirë. Kështu mi dha prova truri. Mi dha provat vetë ditë pas dite. Ditën e parë kisha frikë. Pastaj ditën tjetër kur mi thash vetes unë jam e sigurt, unë jam e qetë, unë jam e mbrojtur, truri më dha një rrugë, krejtësisht të qetë, pa asnjë lloj incidenti, pa asnjë lloj momenti kur mund të ndjeja frikë. Jo qenë mace që nuk më dolin në rrugë, po asnjë nuk di ç'të them, asnjë blet, asgjë. Ishte totalisht qetësi, totalisht paqe, totalisht siguri. Kem ndirë ndonjëherë kështu. Madje ndonjëherë më duket sikur më mungon kjo mantra, jam e qetë, jam e sigurt, jam e mbrojtur, sepse shoh ndonjë aksident në rrugë ose shoh ndonjë gjë dhe them, nuk ka problem. Ndoshta unë mund të filloj ta them që tani edhe t'ja krijoj vetes për nesër rrugën të qetë, të sigurt, të mbrojtur. E di që shumë njerëz e anashkalojnë këtë lloj teknike. Shumë njerëz e anashkalojnë këtë lloj teknike. Por unë në fakt kam gjetur një mënyrë tjetër. Unë e kam ruajtur si mesazh voice note. Është jo mesazh zanor në WhatsApp, por e kam ruajtur tek voice recorder, tek zërat e regjistruar. Në momentin që ti mund ta përdor, e keni të gjithë në telefona regjistrimin e një zëri, sepse është përdorur për të regjistruar biseda ose është përdorur për të regjistruar shumë gjëra të ndryshme. Unë e përdor pikërisht për këto. Unë i kam thënë vetes një lloj manifestimi, edhe her pas here e dëgjoj përpara se të fle. E vendos aty në loop, edhe e bëj kështu, domethënë që të rikthehet sërish, edhe unë fle gjumë, duke dëgjuar pikërisht të. Edhe është vërtet shumë e këndshme, sepse më ka krijuar mundësinë që vërtet të manifestoj disa gjëra që nuk e mendoja se mund t'i manifestoja. Të paktën jo me mendjen time që e kam mendjen në shtaçën gjëra të ndryshme. Edhe kjo është problemi me gjithë. Fakti që ne kemi mendjen në 100 gjëra, madje edhe kur ti nuk mos kesh absolutisht asnjë lloj pune. Thjesht fakti që ti futesh në Instagram, edhe fillon scrolling aty, zbret poshtë, zbret dhe pak, edhe fillon qesh me një meme, të mërzit një video tjetër, një meme tjetër prap të bën të qeshësh, ose ku dëgjoj una diçka tjetër, edhe sa po kalon gjitha këto, në mendjen tënde ke 70 video që sa po kalove. Nuk e ke më mendjen të manifestoj se sa e sigurt jam, sa e qetë jam, apo sa e mbrojtur, apo sa e dashuruar, apo sa e pasur, apo asnjë gjë nga këto se ke në mend, sepse e ke mendjen të video që të bënin për qeshur. Ata zotrinjt atje që kanë për këto video për qeshur po paguajnë, po marrin lekët, po i fusin te xhepi, ndërsa ty nuk të ngeli asnjë gjë. Ti as nuk po manifeston dot. Pse? Sepse e ke mendjen të 700 videot e atyre. Mos e mbani mendjen të videot, shmangni sa më shumë orën që kaloni në rrjetet sociale. Dëgjoni vetëm videot e mia sepse ju mësojnë vërtet gjëra shumë të mira. Edhe unë jam duke mësuar gjatë gjithë kohës. Okej, do ta lëm me kaq, me këto të treja, pastaj do vi me disa teknika të tjera, të cilat janë vërtet shumë të bukura. Jam e sigurt që do t'ju ndihmojnë shumë. Jam e sigurt sikur vetëm njërin prej tyre të implementoni në jetën tuaj, pra ata përfshihin në jetën tuaj, që thjesht her pas here ti dëgjoni vetes, të dëgjoni me zërin tuaj, jam e qetë, jam e sigurt, jam e mbrojtur, jam e dashuruar, jam e lumtur, jam e suksesshme, jam e pasur. Sikur vetëm këtë mesazhin ta dëgjosh her pas here do fillosh ta besosh. Truri yt do filloj të kërkoj prova që ti ta besosh totalisht se ti je vërtet e pasur.
në momentin që ti do i thuash vetes tënde sa po del nga shtëpia, e përdor pragun e derës si kufiri yt për të rivendosur gjendjen tënde emocionale. Del me vrap, del me nxitim, por sa po del nga dera ti thua unë jam e organizuar dhe çdo gjë tjetër në punë ose në jetën tënde ose në gjitha punët e tjera që kishe për të bërë sapo del nga dera e shtëpisë vinë në mënyrë shumë të organizuar sepse truri yt e ka menduar kështu. Ose kur ti ulesh dhe shkruan 70 herë, 700.000 herë një fjali të vetme, truri yt vihet në punë dhe thot unë po krijoj këtë rrugë të re neurologjike ku Migena më thot mua se unë jam thellësisht mirënjohëse që kam $1 miliard në bankën, në llogarinë time bankare, sepse përmes tyre $1 milion unë po ushqej familje të tëra dhe truri im thot okay, hajde të gjejmë urgjent tani një ide që Migena të ketë $1 miliard dhe të vazhdoj të ushqej ato familjet e tjera, sepse janë gjitha ato familje për të ushqyer. Tani jemi në panik, tani duhet të gjejmë urgjent prova se si ne të mundemi të japim Migenës $1 miliard që të ushqejnë ato familje. Truri yt këtë gjë bën, jepja mundësinë që ta bëj këtë, që tani shmang sa më shumë duke kontrolluar kod video në Instagram. Natë mirë dhe do shihemi në një video tjetër.